Personat që pinë kafe turke duhet urgjent ta dëgjojnë këtë lajm, do ngeleni pa fjalë. Të gjithë në shtëpitë tona kemi kafe turke të cilën me shumë dashuri dhe përkushtim e konsumojmë me prindrit në mëngjes ose edhe në mbrëmje. Kemi dëgjuar aq shumë mbi kafen turke e cila është e pranishme çdo ditë në shtëpi, por me shumë siguri nuk i dini të gjitha këto sekrete. Ja sekretet që duhet të dini për pirjen e kafes turke. Kafeja turke nuk vjen nga Turqia. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse mendoni se kafeja turke quhet turke sepse ka origjinën nga Turqia, gaboheni. Provat historike tregojnë se kafeja turke ka nisur të konsumohet në Yemen në shekullin e 15. Më pas, ato u përhapën në Kairo dhe në Mekë. Historitë të njohura tregojnë se në vitet 1640 në Konstantinopol ose Stambolli në sotëm është hapur kafeteria e parë. Por cilësia e kafes qëndron tek ajka. Kafeja e mirë turke dallohet kryesisht tek ajka që krijohet në krye të filxhanit. Ajka e ndihmon kafen të qëndrojë më e nxehtë për një kohë më të gjatë. Ajo duhet jetë e butë dhe me bulza. Kafeja turke duhet të konsumohet të shoqëruar me ujë. Kafeja turke shoqërohet me një gotë uji, sepse uji do të ndihmojë të ndjeni shijen e vërtetë të kafes dhe do të bëjë pastrimin e qelzës nga llumi që ngelet në fund. Kafeja turke duhet të shoqërohet me një llokum. Rituali i kafes turke nuk quhet I plot nëse nuk konsumohet së bashku me një llokum. Ajo I shton ëmbëlsinë dhe e plotëson edhe shijen e saj. Kafeja me krip. Në kulturën turke, nëse duhet të përcaktohet burrëria e dhëndrit, atëherë në kafen e tij shtohet krip. Vajza bën kafen dhe sasinë e kripës tregon edhe interesin. Nëse kripa është e tepërt, atëherë çifti nuk është për njëri tjetrin. Nëse kripa është në nivele mesatare, atëherë vajza ka interes. Nëse kur vajza ka hedhur shumë më pak krip në kafe, atëherë kjo tregon se ajo është e gatshme për t'u martuar. Dhëndri duhet të pijë kafe në përgatitur në mënyrë që të quhet I gatshëm për martesën. Kafeja turke mbrohet nga UNESCO. Kafeja turke është në të vërtetë në listën e trashëgimisë kulturore të UNESCO-s. Vendimi është marrë në seancën e 8 të Komitetit Ndërqeveritar të UNESCO-s, të mbajtur në vitin 2013 në kryeqytetin e Azerbajxhanit, Baku. Tani që dim se kafeja ka vlera të pasvendësueshme shëndetësore, në video tona të mëparshme kemi paraqitur efektet e saj në shëndetin e organizmit, në tërësi dhe në parandalimin e shumë problemeve të ndryshme. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë. Por, a e keni menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpinë tonë, kafeja turke është një nga shoqërueset e përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje, askujt nuk I ka shkuar ndërmend për të zëvendësuar kafen turke me ndonjë lloj kafe tjetër. E keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres si kur pini një kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Ndryshimet mes kafes turke dhe asaj ekspres janë të dukshme. Kafeja turke është ajo që ka përqindjen më të lartë të vlerave të bimës së kafes. Pasi përgatitja e saj ka vetëm një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zjerrjen e tyre me ujë, ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi I parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen në sit, për të prodhuar kokrizat në madhësinë e rërës. Më pas, përgatitja me makinën e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve që ndodhen te kafeja, kafestol dhe kavolian, dy minerale yndyrore të cilat gjenden te bima e kafes, të cilat janë po aq të rëndësishme sa dhe antioksidantët e saj. Por kush nuk duhet ta konsumojë kafen turke? Për njerëzit të cilët të vuajnë nga problemet e kolesterolit të lartë, ose edhe ata personat që kanë në familjen e tyre raste me sëmundje të zemrës. Këto dy minerale janë në vërtet të dëmshme për organizmin e këtyre personave dhe mund të ndikojnë negativisht në një sër përqesesh të shëndetit. Ndaj, nëse bëni pjesë në këtë kategori,
Tregohuni më të kujdesshëm me sasinë e kafes që shtoni në dietën tuaj. Studimet e fundit ku bazohemi kanë vërtetuar se këto dy substanca tek personat që vuajnë nga kolesteroli i lartë do të rrisin dukshëm riskun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar kështu edhe shëndetin e zemrës pasi ajo nuk furnizohet edhe me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke tek këta persona rrit dukshëm nivelin e kolesterolit me të paktën 10%. Duke qenë se kafeja turke përmban 7,2 mg të kafestolit dhe 5,4 të kaevolianit, ndërkohë që kafeja ekspres përmban vetëm 1 mg për secilën substancë. Kjo për ekspertët është një e dhënë e dobishme, pasi tregon se njerëzit të cilët vuajnë nga kolesteroli duhet të konsumojnë më shumë kafen ekspres. Për njerëzit të cilët nuk kanë probleme, kafeja turke nuk përbën asnjë lloj risku për shëndetin e tyre. Ndaj, kafeja duhet të konsumohet në sasinë e rekomanduar ditore për të lehtësuar komplikacionet dhe për të sjellë gjithashtu edhe përfitimet më të mira të shëndetit. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në ditët e sotme, por sasia që pini prej saj duhet të jetë gjithmonë brenda standardeve të rekomanduara për të evituar gjithashtu edhe problemet që i kanosen në tërësi shëndetit tuaj. Është e vërtetë se ka diçka qetësuese gjatë konsumit të një filxhan kafeje, dhe për shumë njerëz nuk mund të imagjinojnë dot të kalojnë në ditën pa të paktën një filxhan kafe në përditshmërinë e dietave të tyre. Por a është e mirë kafeja për secilin dhe cila është sasia e kafes që duhet të konsumoni në ditë? Studime të shumta kanë treguar se kjo pije, kaq e preferuar në mbar botën, është e mbushur me substanca që mund të ndihmojnë edhe në mbrojtjen kundër Alzheimerit dhe problemeve të ndryshme të zemrës. Ajo përmban gjithashtu nivele të mira të antioksidantëve dhe substanca të tjera të cilat mund të zvogëlojnë inflamacionet e brendshme dhe të mbrojnë gjithashtu kundër disa sëmundjeve të ndryshme. Për më tepër, sipas Brightside do ju tregojmë 9 arsye pse kafeja është një nga pijet më të shëndetshme të cilat mund t'i ofrojnë trupit tuaj shumë përfitime. Cilat janë përfitimet kryesore të konsumit të kafes? Përtej rritjes së niveleve të energjisë, mënyra se si kafeja mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin tuaj janë të shumta. Ajo mund t'ju bëjë të jetoni gjithashtu dhe më gjatë. Studime të shumta kanë zbuluar se ata persona që pinë kafe kanë më pak gjasa të humbasin jetën nga disa shkaqe kryesore, siç mund të jenë për shembull sëmundjet koronare të zemrës, goditja në tru, diabeti dhe sëmundjet e veshkave. Trupi juaj mund të përpunojë më mirë glukozën ose sheqerin. Kjo është një teori që sjihet pas studimeve që janë bërë në zbulimet se njerëzit që pinë shumë kafe kanë më pak gjasa që të preken gjithashtu edhe nga diabeti tipi 2. Zemra juaj ka mundësi të jetë më e fortë dhe më e shëndetshme. Konsumi 1 deri në 2 filxhan kafe të paëmbëlsuar me sasi të tepërta të sheqerit në ditë mund të ndihmojë në parandalimin e problemeve të dëmtimit të zemrës dhe mund të japë rezultate fantastike në shëndetin tuaj. Pirja e kafes në sasinë e rekomanduar ditore do të përkthehet në një mbrojtëse më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione. Keni më pak gjasa të zhvilloni sëmundjen e Parkinsonit. Kafeja do të lidhet gjithashtu me shanset më të ulta të zhvillimit të sëmundjeve të Parkinsonit. Po ashtu mund të ndihmojë edhe për ata që kanë edhe probleme të kontrollit të lëvizjeve të tyre. Mëlçia juaj do të jetë më e shëndetshme me shtimin e kafes në përditshmërinë e dietës suaj. Ullumtimet kanë treguar se personat që pinë kafe kanë më pak gjasa të kenë gjithashtu edhe probleme më të mëdha të shëndetit të mëlçesë së tyre. Sigurohuni që kafen ta keni pjesë të rutinave tuaja ditore dhe ndikimet pozitive në shëndet do të jenë të menjëhershme. Kafeja është e mirë për personat që e konsumojnë me moderim. Sekreti qëndron te mënyra se si e shtoni në dietën tuaj. Sa më shumë kafe të konsumoni, aq më shumë dëme do të keni. Kafeja duhet të konsumohet brenda sasive të rekomanduara ditore dhe asnjëherë në sasi tepër të mëdha, në mënyrë që efektet të mos jenë negative në shëndetin tuaj. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.